Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akroris TV, do të jemi në emisionin Kuvend. Një emision që vjen në përmbyllje të këtij viti. Në Kuvend kemi biseduar së bashku, kemi bërë një kuvend të larmishëm me targete të ndryshme, njerëzish të ftuar. U jam shumë mirënjohës gjithkush ka ardhur dhe ka fol në këtë studio dhe shoh që njerëzit i kanë ndjek shumë si modele. Modele të mira të jetës që bën komuniteti i Qarkut Lezhës, por edhe i gjithë Shqipërisë e përme. Jemi munduar që të kemi një lloj konfiguracioni mediatik, pikërisht për pjesën e Shqipërisë e përme, por që ka nevojë edhe për anën interaktive të komunikimit publik. Kështu që 53 emisione nuk janë pak. Ky është emisioni i fundit për këtë vit në Kuvend. Dhe kam zgjedhur, ose më tepër po them që unë jam person që ndjek informacionet. Ajo çfarë ndodh, sidomos për Qarkun, për zonën tonë, ajo që ndodh pozitive, sepse ajo që ka nevojë shoqëria jonë, ka nevojë për modelet pozitive, ka nevojë për shëmbëltyra të tilla që japin pozitivitet dhe japin sinergji të mira pozitive. Fëmijët të rinj kanë nevojë për t'ju dhënë pikërisht këto lloj modelesh. Dhe jo thjesht skupesh, që shpesh herë mediat e bëjnë këtë gjë. Ndaj unë kam zgjedhur që ta mbyllim bukur me dy personazhe që janë të rinj. Po janë të rinj të cilët janë vlerësuar në 190 të lauruar me medaljen e artë nga Kryeministria, janë pikërisht nga zona jonë. Kam Eriola Lesh ndoj. Eriola, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Edhe është kënaqësi, Eriola është në Tiranë, tani shkollohet në Tiranë, por shkollën e mesme e ke mbaruar këtu. Po. Tek Gjimnazio Publik Rogacionistët. Rogacionistët. Okej. Ndërkohë në krahun tjetër kam Erlis Gjergjin. Erlis i vjen nga Tirana, po është nga Rubiku Morigjin, djali i profesorit nderuar, miku tim Artan Gjergji. Edhe ti je lauruar me medalje të artë, pra në 190 nxënësit më të mirë të vendit. Ka qenë kënaqësi normal, aq më tepër që vjen nga zona jonë. Kështu që do kemi një bisedë bukur bashkë. Tani ti, Erlis, vazhdon në Itali? Po, studimet e larta, po i vazhdoj momentalisht në Universitetin e Bolzanos, në veri të Italisë, në rajonin e Trentino Alto Adigjes. Për shkencat kompjuterike. Për shkencat kompjuterike. Shumë bukur. Ndërkohë, Eriola i ke mbaruar shkollën e ulët edhe ciklin e ulët dhe shkollën Beslidhe këtu në Lezhë me rezultate maksimale. Pastaj shkollën e mesme në Gjimnazin Jo Publik Rogacionistët. Dhe ke qenë nxënës e shkëlqyer. Ke marrë pjesë në sa evente të ndryshme, në letërsi, e ke pas pasion në letërsi në mënyrë të vazhdueshme. Pastaj ke mbaruar shkollën e mesme po ashtu, duke qenë, si thush, me mundësi për zgjedhje nga 1-25 në shkallë vendi. Shumë interesant kjo, ëh? A kështu, a jam i saktë me këtë? Në mjekësitë përgjithshme po referohesh? Po, në mjekësitë përgjithshme. Në 15, vend të 15. Tek vendi i 15. Dhe tashmë je tek Zoja e Këshillit të Mirë. Po. Atje vazhdon për çfarë? Për mjekësitë përgjithshme. Për mjekësitë përgjithshme. E ke pasur këtë? Mjekësia ka qenë ëndra ime, që e vogël. Ndoshta edhe pa e kuptuar fort mirë se ç'është si profesion. Ndoshta është një klishe pak që çdo fëmijë të vogël që e pyet ose të paktën për brezin tim ka qenë çfarë do të bësh kur të rritet dhe shumica përgjigjeshin doktoresh, doktor. Dhe shumë nuk e besonin ndoshta që të gjithë do shkojnë për doktor dhe doktor. Por pas ky pasion është rritur normalisht me kohën dhe kam kuptuar më shumë dhe përgjegjësitë që ka si profesion. Për mua është profesion shumë fisnik, siç janë gjithë profesionet e tjerë, por është ëndra ime dhe prandaj kam zgjedhur mjekësinë. Shumë bukur. Ndërkohë, kjo ka zgjedhur mjekësinë. Ti ke zgjedhur shkencat kompjuterike. Tani ti vjen se kjo babajnë e ke ekonomist, Lesh. I njohur ashtu, Leshin, unë e njoh prej kohësh si ekonomist emblem. Mirë, po ka qenë letërsinë se do kemi një surprizë shumë bukur edhe për këtë tani. Ndërkohë që babai ekonomist dhe joti, por pedagog i njohur, është, ka stekën e lartë
të këndvështrimit të ekonomisë. Më bën përshtypje shkencët kompjuterike, e zgjodhe veti, ishte pasioni jot, edhe nuk të orientoi babai që të shkosh aty? Unë kam pasur për herë pasion gjithçka në lidhje me kompjuterin, me teknologjinë, me këtë pjesë të gjënave. Dhe më ka ndihmuar fakti se daja im ka vazhduar për inxhinieri informatike, edhe ishte si tip modeli që ndoqa për herë, duke qenë se edhe vetë më pëlqente, ndoqa hapët e atit edhe përfundova në këtë aspekt. Pra e kam pasur gjatë gjithë jetës edhe nuk jam dykuar asnjëherë nga pjesa që familjarët i kam vazhduar për ekonomi. Edhe ndjesh mirë aty, ha? Po. Okej, domethënë je mirë dhe atje ku je. Shiko, do na flasë se kemi dy gjëra, domethënë që njëri Eriola është studente në Zoja e Këshillit Mirë këtu dhe ti je në Itali. Domethënë janë dy vende të ndryshme, pastaj do na sillen ato çastet tuaja si që çfarë ndryshon në shkollim, modeli i shkollimit e tjerë me radhë. Por më parë le të flasim pak për aktivitetin atje, Eriola. Ti e mendove që do të jesh një ditë e ftuar në kryeministri, pikërisht për një medalje, që në fundin 190 nxënës, 190 nuk janë shumë në gjithë Shqipërinë. Sa shkolla ka Shqipëria? E kishe menduar ndonjëherë që unë do të jem të ky nivel? Ka qenë një nder i madh normalisht, po nuk mund të them se ishte surprizë. Ndonë se nuk kam punuar aktivisht për qenë pjesa asaj medalje si synim kryesor, normalisht që kam punuar aktivisht për qenë atë steg që edhe mund ta kisha marrë si medalje. Pra medalja nuk ka qenë qëllimi im kryesor, qëllimi im kryesor ka qenë që kem sa më shumë mundësi zgjedhjeje, edhe pse siç e thash mjekësia ka qenë ëndra ime. Steka që doja të arrija unë, mendova që duhet punoja më fort dhe duhet veçohesha pak, por jo posaçërisht për medalje të artë, normalisht që me punën edhe mund ta kuptosh që ndoshta je në atë steg, por nuk ka qenë një kërkesë aktive që unë të kisha medaljen e artë. Po nuk erdhi si surprizë pas 12 vitesh. Për ty nuk ishte ndonjë surprizë. Jo. Që do thotë, ka ca kritere për të vlerësuar me medalje të artë? Me medalje të artë ka disa kritere, po. Një kriter, dy kritere, më fal. Kriteri i parë është që duhet kesh 3 vitet e shkollës mesme, pra gjimnazit 10.0 dhe të gjitha provimet e maturës në notën 10, ku një prej tyre të paktën duhet jetë e vlerësuar me notën 10.0. Po që do të thotë 10.0 në shkuptim është? 10.0 pra ka 4 teste mature, 3 janë lënë të fikse, pra anglishtja, matematika dhe gjuhë shqipe dhe letërsia, dhe një është lënë me zgjedhje, ku ti zgjedh një lënë në cilën ndihesh më konfident për të dhënë provim mature. Për medalje të artë, për pos mesatarës 10.0 të 3 viteve, kërkohet një not e marrë në provim mature mbi 9.5 për të gjitha, ku njëra duhet jetë 10.0 fikse. Pra, nota që merr në atë test duhet jetë 10.0. Okej. Tani e njëjta gjë është edhe për ty. Domethënë, është kjo që ti e kishe menduar që po do jem këtu apo të erdhi surprizë? Çfarë ishte? Surprizë, siç tha dhe Eriola, nuk do thoja, është thjesht një fryt i punës së vazhdueshme që kemi pasur ndër vite, që nuk e kemi ndaluar asnjëherë, dhe për si thua është një vlerësim që ne e morëm për shkak të punës tonë. Po, okej. Tani ka një gjë se ti ke marrë në Tiranë, shkollën e mesme, te Qemal Stafa. Te Qemal Stafa. Nxënës shumë, konkurrencë e lartë, me radhë. Në fakt, e ke përballuar vazhdimisht konkurrencën, a ke hyrë me idenë se shiko unë mund të bëm më i miri i shkollës, sepse realisht ke qenë më i miri i shkollës. A ka tjetër me medalje të artë nga Qemal Stafa? Ka pasur dhe 2 veta tjerë nga Qemal Stafa. Edhe 2 tjera aty nga Qemal Stafa. Po, okej, pra, po them treshën. Ti e ke menduar që okej, një djalë që vjen me origjinë nga Myrdita, etj, unë do të jem pikërisht ai që do jem këtu. Po, përderisa e kam ndjekur gjatë gjithë kohës dhe ciklin e ulët deri në klasë 9, kam qenë gjithmonë i pari, jam përpjekur të mësoj. Edhe thash me vete, edhe në gjimnaz, çfarë po më pengon ta bëj të njëjtën gjë? Pse jo? Edhe ja ku jemi. Po mirë, dëgjoj tani se këtë desha me ditën, domethënë që nga viti i parë, po them në shkollën e mesme me radhë. Domethënë gjithkohën ju s'keni pas asnjë nan fare?
Vetëm 10? Shiko, një mesatare dhe tik 0-3 viteve nuk do të thotë domosdoshmërisht që ti nuk ke pasur një nënt ose disa nënta. Sistemi i gjimnazit funksionon një mënyrë të tillë që gjatë semestrit për secilin lënd ti mund të bësh 2 ose më shumë teste. Pra rëndësi ka që akumulimi i gjithë testeve të arrijë një atë notë, nuk do me thënë që në gjitha mini testet e gjitha gjërat ti ke qenë perfekt. Po si do qoftë ju... Por si do qoftë, 99% që kanë qenë 10, sepse ndryshe nuk del mesatarja. Pra, ne po them unë, që kanë qenë se kjo, se unë pytaj qik aty, pytaj edhe te gjimnazi Rësheni, edhe këto, do më që, okej, ka pas në zonë të mirë, sa di qfarë. Para këti emisioni me ju, unë kam pas një dot tjetri, inxhinier Doda, inxhinier i famshëm Doda, në 72 nga qenë si ishte 65 vjetori i gjimnazit Rësheni, dhe në 72-shin, pra para 53 vitesh, ky ka marrë medaljen e ardhe dhe ma ka paraqit to. Unë ju si kërkova, a keni medaljen e ardhe me vete? Apo e keni lanë të shtëpia? Po kemi në këtë shtëpia. Okej, ati ja kërkova sepse i thash më gjithë të taqim të muzeu, dhe e lam të muzeu gjimnazi. Po do më thënë, pra ne do më thënë, kjo ardhja faktikisht e ju dyve këtu koncidon edhe me Dodën, pra dhe 2 emisione rresht, me idenë edhe herë me idenë që nëse nuk vihi në epicendër të vëmendjes të shoqërisë sonë, njerëz tillë, 3 tillë, si punoj uj, kush duhet vihet? Se nga herë ke parasysh, shohin ta zëm 3, shohin modelet, kush është më i forti, kush ka makina më të mira, kush ka më kështu. Ti nuk i lakmon se ti e çon, i lakmon to makinat e mira? Ma thënë, si që e bukur për të pas patjetër, pse jo, po nuk është se lakmon mas tyre. Mirë, du me më thënë disa detaje, si keni funksionuar, sa keni lexuar, cili ka qenë jeta juaj e përditshme në lidhje me shkollimin në shkollët mesme. Sa orë, mënyra organizimi si ka qenë, kush ka ndikuar më shumë? Atëherë, mënyra se si mësoja unë, ishte zakonisht që fokusohesha shumë gjatë orëve të mësimit, pra kur ndodhesha në klasë, përpiqesha t'i kuptoja ashtu si që duhet gjithë mësimin, bëja çfarë pyetje kisha, mbaja shënimet, dhe kjo më ndihmonte që kur t'isha në shtëpi, kisha vetëm pjesën e detyrave, dhe mos kisha nevojë të rria t'i rikthehesha shumë herë nga mbrapa për ta kuptuar më mirë. Pra, ideja ishte ta kuptoja që në klasë, që të ma lehtësonte punën në shtëpi dhe mos harxoja gjithkohon duke mësuar mbi libra, se edhe ashtu nuk mund të vazhdosh. Gjithë kohës, bëhet shumë e lodhshme. Shumë e lodhshme. Do të thënë, shiko, ti dukesh ti nuk besoj se ke qenë një djalosh që ke nejt shumë me kokë libra. Me çfarë shose, të arrimit këtu. Po ngaherë ka kështu, janë disa dhunti që i kap shpejt. Pra është kjo kapja shpejt e lëndës, e shumë pra e thelbit e kapjes duhet më pak punë. Patjetër. Kjo do të thotë që ke qenë i dhënë edhe pas shkencave natyrore. Dhe shkencët natyrore ngaherë nuk po them fizika, janë disa që kërkojnë punë, kimia kërkojnë punë. Po shkencat kompjuterike për shembull don dhunti, don përqendrim, e me radhë këto i di më mirë sa unë ti. Patjetër, duan përqendrim, edhe unë do thoya që ato janë gjëra që vetëm me intuit dhe me një ujtë më parshme nuk është se nuk i bën dot. Pra, ato janë gjëra që sinqerisht duhet shtrohesh edhe të mësosh rresht disa orë. Ato nuk janë si gjërat e gjimnazit ose të ciklit të ulët që ti mund ta kuptosh mësimin që në shtëpi edhe pastaj kur vjen puna nuk ka nevojë të t'i rikthehesh. Janë pak më të vështira dhe duan kohën e vet, edhe duan një shtrirje gjatë për t'i studiuar. Okej. Eriola, cilat kanë qenë kodet e tuaja? Domethënë si një nxënës si shkollës. Kompjuterike kanë qenë të pakta. Kodet kompjuterike kanë qenë të pakta. Domethënë po ti, jo, në kuptimin se kodet flas për kodet. E kuptova. Kodet e organizimit ditës, të organizimit të javës, organizimit të muajit, të semestrit, e me radhë, domethënë si ke lexuar, si ke studiuar ti? Si që tha edhe Erlisi, ndoshta është pak një keq kuptim që një ekselent është 24/7 mbi libra, është një perceptim i përgjithshëm që ndoshta se ka pas një shprehje dikur, peshkopët, thosh largohet, peshkopët lexojnë gjithë ditën. Siç tha edhe Erlisi, thelbi është gjithmonë në klasë. Normalisht që me vazhdimin e universitetit puna bëhet dhe më e lodhshme edhe në shtëpi, por për sa i përket gjimnazit dhe ciklit të ulët, gjysma dhe më shumë, mund të thoja 90% e mësimit kapet në klasë, secili ka teknikat e veta. Ajo që më ka ndihmuar shumë mua kanë qenë shënimet.
Shënimet dhe shënimet me shkrim, jam Në shumë klasë? në klasë dhe në shtëpi, po kryesisht në klasë. Jo, interesant kjo, se më kujton mu kohën time në auditore ne, në atë kohë se s'kishim dhe libra të shumë, dhe ne marrim shënime pa fund, nuk e di sa fletore. Edhe kjo më duket, unë kisha kujtu se kanë hikto, si ide, si Unë jam modulacione. shumë apasionuar pas shkrimit me dorë, është e vetë një mënyrë se si unë duket sikur s'ka lista dhe në tru atë që shkruajnë letër. Bravo. Ka edhe metoda Bravo, me tablet, po unë nuk jam shumë fan se këtyre, jam pak më fanatike për këtë pjesën e shkrimit me letër, mendoj që të ndihmon shumë, por sigurisht ka shumë metoda se si mund të mësosh dhe secili ka ato shqisat e veta që i ka pak më të fokusuara dhe që mund ta kap mësimin në një mënyrë tjetër. Kam dëgjuar shumë që me dëgjim mësojnë më shumë, për mua ka qenë shkrimi, gjithmonë duhet kesh dhe pasione tjera. Normalisht nuk mund vije sforcuar si gjë. Dhe siç e thash, nuk është 24/7 libra. Është disiplinë dhe konsistencë, është më shumë konsistencë se sa forcë në fund të mësosh. Është një konsistencë që shtrihet gjatë gjithë vitit shkollor dhe të ndihmon shumë, siç tha Erlisi. Okej, tani në shkollë, tani gjimnazi Qemal Stafa nuk e di se si është me shkollat e tjera. Është më lartë? Gjimnazi Qemal Stafa është një nga gjimnazet më të njohura dhe më të mira të Tiranës, do thoja unë, më aq sa njohuri kam. Kështu që po. Okej, se pyetjen e kam këtu, domethënë babai ka qenë i fiksuar për të qenë në një shkollë të mirë, ku ka konkurrencë, edhe që dalish tamam, domethënë kur dalish prej atij gjimnazit dalish tamam, dhe të ka qenë aty, besoj tani të ka qenë. Po, patjetër. Ashtu. Tashi aty për shembull, çfarë gjimnazi ka ndikuar tek ti, domethënë ka ndikuar mësuesit, ka ndikuar procesi mësimor, mënyra e organizimit, struktura, disiplina e gjitha, sepse unë besoj që një shkollë e mirë ndikon tek nxënësit. Çfarë për shembull, ma jep modelin e shkollës tani, edhe kur ke marrë ke thënë po, ja ka vlerë 1, 2, 3, 4, 5 arsye. Mund të them që gjëja që më ka ndihmuar më shumë edhe vlerësoj më shumë nga gjithë gjimnazi janë patjetër zyshat. Zyshat? Pas zyshat nuk doja kisha dalë dot. Sidomos zyshat e shkencave natyrore, sidomos ato i kisha dhe me pasion. Zysha matematikës, zysha e fizikës. Të kanë qenë për mua modelet që më kanë ndihmuar më së tepërti. Mirë, te klasa jo, sa nxënës keni qenë në klasë? Mos gaboj, diku ke 37. 37. Tani unë e di shumë mirë, kam qenë vetë mësues. Dhe mësuesi afeksionohet pas nxënësve të mirë. Absolutisht. Edhe por ka mësues janë shumë të mirë, janë dashamirës, kanë një vullnet shumë pozitiv në vetes dhe e pikasin ta zon talentin dikujt. Dhe atëherë ja zhvillojnë talentin në mënyrë pak më shumë se sa të tjerëve. Në fakt ti ishe i pikasur aty tek shkolla? Po, pikasur, si do në kuptimin që jo në diferenca, por thjesht pikasur që zysha pyeste që nëse ti e ke me kaq pasion, a do të t'jap diçka më ekstra, diçka më Kjo ka shumë rëndësi. Po, diçka që ti të zhvillohesh edhe në kohë të lirë, nëse e ke gjithmonë me kaq pasion. Kështu që gjithmonë na ofronin, sigurisht nxënësve që e shihnin që e kishin atë zgjuarsi, atë pasion, ju afronin si mundësi, po. Ky ishte një presion i dobishëm, duke thënë, po, Erlis, shtyu, kjo më shumë, ke mundësi, ke hapa. Dhe besoj kjo ka ndikuar shumë. Kjo trusni nga mësuesit ka qenë gjithmonë shumë ndihmë për neve. Okej, se pastaj ty pyeste për prindërit. Njëjtë gjë është e njëjta pyetje është edhe. Domethënë tek shkolla, sepse babi çoi atje po kërkohet me shkollë vetë. Baba lart. Ekonomist baba i kësaj, ekonomist baba i jo. Edhe këta ekonomistët janë shumë kanë sa kalkulime ndryshe nga ne. Bravo, okay. Dhe ai çoi aty domethënë. Tash kjo shkolla, më thuj mua, cilësitë e shkollës, gjërat, cilësitë e mësuesve, çfarë ishte që ty të dha motiv të fortë, apo dhe në një farë mënyre ti krijove një stereotip të një nxënëse tashmë që do hecin atë hullin e ngritjes në mënyrë sistematike për të ardhur deri ku keni ardhur sot. Unë gjatë gjithë jetës deri në gjimnaz kam frekuentuar shkolla publike, pra ishte ndryshimi i parë jetën time dhe normalisht jam një person që e preferoj komfortin, nuk është se para dal shumë jashtë komfortit tim dhe duke qenë se kisha 9 vite në atë shkollë nga ku kisha studiuar për ciklin e ulët,
Isha shumë e mësuar dhe si fillim isha shumë skeptike, sepse ishte normalisht një ambient komplet i ri, nxënës komplet të rinj, edhe pse ishim brenda lezhës, ishte komplet ndryshe për mua. Isha shumë skeptike në fillim dhe unë e kam këtë gjë që për mësuesit 3 muajt e parë nuk mund të më pikasin, pra nuk është se flas, preferoj të studioj terrenin, nuk është se dal direkt në ballin e betejës, le të them për të spikatur direkt. Jam surprizuar shumë dhe jam shumë e kënaqur me zgjedhjen që babi im ka bërë për mua për gjimnazin tim, sepse kam ndjer një grosi nga të gjithë. Jam ambientuar jo vetëm me klasën, por siç e tha dhe Erlisi, mësuesit kanë qenë mbështetësit e mi më të mëdhenj. Që të gjithë, pa përjashtim, unë nuk kam bërë dallime mes shkencave shoqërore dhe shkencore, pavarësisht se shkencoret kanë qenë e preferuar e mia. Kam pasur shumë pasion dhe letërsinë dhe filozofinë. Kam vure në konkurrime. Kam vure një herë që ke marrë një çmim parë, kështu një aty në këto estetike, pas tuaj më duhet, a? Po. Shoh edhe babi, ekonomist edhe poet babi, apo edhe shkrimtar. Jeta çon rrjedhat pa parashikueshme. Është bukur, Kështu ka qenë edhe për babain tim. Por kjo ka ndodhur që në kohën e Pulitzerit, e Hemingwayt e tjerë janë shkrimtarë të famshëm që kanë qenë vinë edhe nga shkencat natyrore. Letërsia, filozofia, historia kanë qenë disa pasionet mia pak më të msheta që mund t'i shfaqja nëpërmjet shkrimit, por gjithmonë mbetesha te biologjia, kimia dhe fizika. Këto kanë qenë 3 bazat e mia kryesore ku shkryja talentin tim, mund të them. Kanë qenë mbështetës që të gjithë, më kanë inkurajuar që të gjithë, fjalët e mia normalisht që të shtyn përpara dhe të ecësh më tepër. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për mua. Por më bëni përshtypje se këtu vjen të fol shumë mirë. Ky është pak më i përmbajtur, e shoh kështu. Si janë vajzat, që janë pak më dinamike në artikulim. Erlis. Edhe po më bëni përshtypje i gjama aty. Unë po shifsha, po shkrit kronikë dhe doja t'ju shifsha dikon. A sfoldi ju aty te kryeministri? Jo. Sfoldi ju. Po çe ishte ata që folin? Nga pasi ishin 90 do të ai kishte spikatur disa histori pak më interesante se tona. Shqy. Okej. Po, nërkohë edhe ti shohim të pamjet që kemi edhe tek të na japje Gledis i jonë. Her pas here, Gledis na shoqërosh bisedën her pas here me këto takimit e 190 nxënësët ekselent që në ceremoninë e medaljeve të arta në kryeministri. Edhe unë po flas me 2 prej tyre. Zëre se i kam 190. Me thënë drejt do mbaja dorën më shumë ju, sepse normal dini nga zona ime, është krejt normale. Që të mos ti kemi këto afeksione, si thu Eris. Po. Ndërkohë, okej, mësues, të kuptoj domethënë që ti që por sa rol ka pas prindi? Sa rol ka pas prindi? Edhe babi, edhe mami, apo cili janë më ndryshe për shembull. Kush ka tërheq veshin më shumë? Unë do thoja që nga prindërit e mi ka qenë një trysni, një presion i padukshëm. Pra, nuk më kanë kontrolluar asnjëherë, nuk më kanë pyetur që ai ke marrë detyrat, ai ke mësuar njëra tjetra. Unë i bëja të gjitha vetë, shkoja në shkollë pa e ditur, ai kisha bë detyrat e ditës kalume, edhe në fund të shifshin që ka rëndësi nota, ai ke mbajtur llafin apo jo. Pra, unë e dija që nuk është se po e bëja për ata. Në fund ditës, unë do kisha jetën time në të ardhmen, kështu që po mësoja për veten. Ja, shumë e bukur kjo. Kjo, Eriola, tha bukur kjo, shumë e bukur, nuk po bëja për ata. Në fakt, ne prindërit, ne duam ju bëjmë nga herë një presion të jashtëzakonshëm, dhe bëjmë mirë, bëjmë mirë. Për të artën tuaj kemi këtë gjë. Por kjo është interesant, nuk po bëja për ata. Domethënë, kjo ka qenë një vetëdijësim subkonsciencë. Besoj që, okay, kur njeriu fillon me kuptohet, sidomos njeriu e kupton. Shiko, unë ka 2 rrugë ose 3 rrugëve, edhe të sillen kot atje, duke bërë dengla dhe llafe boshe, me gjëra boshe, se rinia, në fund rini. Dhe kur fillon dhe krijon këtë lloj koncepti brenda vetes, domethënë është më i sigurt. Prandaj ti, unë vere, Erlis, je ndjeri i sigurt me veten. Kur ti më thu këtë fjalë më këtu në studio, vere që kur e ke ndjer këtë siguri, që në çfarë moshe? Do thoya që nga klasa 8, klasa 9. Klasa 8 dhe klasa 9. Kur provova për herë të parë që bëm testet e minimaturës, quhet, aty e kuptova që po unë mundem të dal, e kam mundësim, pse jo. Bravo, shumë bukur. Ndërkohë se djemt janë pak më shumë, se luajnë pak më shumë. Vajzat ja fillojnë që në klasë të parë, janë krejt ndryshe kështu.
Ti e ke pas presionin e prindërve apo ke vetëhec? Nuk mund ta quaj kurse si presion. Po, Normalisht presion e bie, dim, po, po e kuptoj. Normalisht e dim dhe e themi shumë shpesh që familja është epiqendra e gjithë shoqërisë dhe nuk ka si të jetë ndryshe edhe për edukimin e një fëmie. Normalisht ato kanë qenë ndihmës. Mami ka marrë më shumë këtë rolin e moralit dhe edukimit në anën shoqërore, ndërsa babi ka marrë këtë rolin akademik. Nuk e di a kanë bërë me fjalë, po kështu ka ndodhur për mua. Normalisht më ka ndihmuar në fillimet e mia dhe më ka suportuar për të më mësuar etikën e punës dhe disiplinën për të mësuar. Etikën e punës, babi? Po. Etikën e punës. Etikën e si të punosh në shkollë. Po. Dhe për mua shumë e rëndësishme, një etikë pune nuk të lë kur në balë, motivimet të lenë, por disiplina dhe etika e punës nuk të lenë kur në balë. Pastaj, për sa i përket profilizimeve të mia, mjekësi, shoqërore, këto nuk kanë ndërhyer asnjëherë. Dhe siç e thash, një presion nuk është kur ai që të çon përpara, se zjarri që ke nga mbrapa shuhet, ndërsa zjarri që ke për brenda është ai që të çon dhe të vazhdon përpara. Janë pasionet, janë ato qëllimet dhe objektivat që ti vetes, ato që të bëjnë, që të thuash, unë dua të arrijë këtë maj, nuk ka rëndësi rruga ose do e arrij gjithsesi. Shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Do t'ju bëj edhe një pyetje që, shiko, nga që unë lidhem me disa praktikat mia, në këtë rast nuk du të flas thjesht si moderator, por edhe si një person që jam marrë me edukimin e trive për fat, por i kam ndjek edhe mënyra se si edukohen trit, si hesin. Dhe pothuajse në gjimnazin Rëshengu, unë i njoh prej vitesh e vitesh dhe kam thënë po, ky do hes. Ai thonë dhe faktikisht kanë hes. Se kam vurë një gjë. Aktivizmin. Aktivizmi në shkollët mesme është gjë shumë e veçantë. Aktivizmi nga herë disa thonë, ha më merru me këtë aktivitet, përfshiu këtu, përfshiu atje, është po prish punë shkollës kështu. Në fakt ka rezultuar krejt ndryshe. Të gjithë ata që janë marrë me aktivizëm, ndërta është edhe që të konë motra e tani, Klara. Klara, që në aktiviste, historikisht. Edhe Klara një studente e shkëlqyrë, por do më thënë që kanë hecë para. Elis, se ju qurët jeni pak më të vështirë për të aktivizuar në evente, në gjëra kështu kënë ti. Ti ke marrë pjesë në aktivitetet ndryshme, formuese, ke qenë prezent? Po, gjatë viteve shkollës mesme? Në vit 3 gjimnazit, patëm një lëndë, ose modul, më saktë thënë, kompania e nxënësve. Pra i gjithë qëllimi i lëndës ishte që ne si nxënës vetë merrnim përsipër rolin e sipërmarrësit, edhe në thonjza të krijonim, themelonim një kompani. Ka qenë kjo pikpresje? Po, pikpresje. Bravo, një startup, ë? Një startup. Atëherë ne u fokusuam tek pjesa e gjuhës shqipe. Duke qenë se teksa vitet po kalojnë, bota po i nështrohet kësaj të shkrirjes së gjuhës. Po huazojmë shumë fjalë, edhe duket sikur po e humbim atë identitetin ton. Kjo ishte baza, ideja, problemi për cilën ne zhvilluam startupin dhe produkti ishte një asistent me inteligjencë artificiale i cili të përkthente pra fjalët, nëse ti shkruaje një ese, një dokument, çfarëdo që ti ishte, ta shqipëzonte tekstin ty. Pra nëse ti kishe përdorur fjalë të huazuara apo fjalë jo të sakta gramatikisht në kuptime të tjera dhe të ndihmonte për ta shqipëzuar dhe për ta dhënë më saktë tekstin. Do më thënë inteligjencë artificiale. Po. E rruga më mirë traditën. Inteligjencë sa ne që i përdorim shpesh herë. Modeli inteligjencës artificiale ishte i trajnuar në bazë të librave shqiptar të autorëve, kështu që edhe ju fitu çmimin parë. Jo, çmimin e parë nuk fituam, por që dolëm diku ke top 5-ja. Top 5, si kompani e mirë organizuar. Ishte interesant. Krimi një kompanie që student, që nxënës e tjemë radhë, po aktivizëm tjetër, ku je angazhuar për shembull? Tjetër, nuk është se nuk kam pasur diçka tjetër përveç asaj gjatë viteve të gjimnazit. Okej, të marrë Eriol, se Eriola unë të kam ndjek në shumë gjëra dhe ti gjithmonë ke qenë prezente. Gjithmonë. Do të thonë, çfarë ka diku aktivizmi tek ti? Cilat percepcionet tuaja kanë ardhur më të përsaktura sakt, do më thënë në atë çfarë njëri fillon dhe krijon vetvete modelin
e krijon se çfarë nesër mund të bëjë në mënyrë aplikative, sepse zakonisht të gjitha projektet që bën, unë i ndjek projektet në gjimnaz, i ndjek edhe në shkollat nëntëvjeçare, dhe janë projekte interesante, si bën edhe përmes Bashkimit Evropian, po bën përmes shkollave, sidomos to që kanë binjakëzime me shkolla të mira, për shembull shkolla personale. Edhe ky djali që kemi këtu te montazhi këtu është në një program që është dual dhe bëjnë me shkolla izraelite, me radhë, domethënë këto. Gjimnazi Rëshen që e kam ndjek vazhdimisht ka patur bashkëpunime të shkëlqyera me shkolla amerikane, por që janë një model ndryshe dhe e bëjnë shumë më aplikativ studentin këtu. Me radhë. Tek ti, ku je përfshirë dhe çfarë kanë dhënë të mirën, anën e mirë të ti? Është e vërtet që kanë një aplikim shumë të mirë edhe mbi ne, pasi normalisht nuk mundesh të vazhdosh gjatë gjithë kohës teori, pa e vendosur edhe në praktik, nuk mund ta kuptosh kurrë se çfarë po mëson. Dhe nuk mund të dalësh jashtë atij kuadrati dhe të shoqërohesh dhe të njohësh më shumë veten, të ndihmojnë shumë edhe me konfidencën dhe me shoqërinë që ti krijon në gjimnaz, por edhe në shkolla të tjera, në nivele të tjera arsimimi. Unë kam marrë kryesisht pjesë në këto eventet e letërsisë, debatet dhe olimpiadat. Këto kanë qenë, ato kam pikasur unë, sepse kanë qenë preferuarat e mia, por edhe jam shtyrë nga mësuesit duke ditur talentet që unë kisha më mirë. Normalisht profilizohen, kush ka talent për pikturë, profilizohet në atë pjesë, në aktivitetet që kanë bëjë me pikturën, kush ka talent për muzikë me atë. Unë kam pasur më shumë letërsinë, olimpiadat dhe debatin, si pikë të mia të forta, dhe me ato jam marrë. Do të ke qenë me klubet e debatit? Kam organizuar në vit të nuk e kam organizuar unë, e ka organizuar bashkia, kam qenë pjesë. Ke qenë pjesë e klubit të debatit? Kam qenë pjesë e një konkursi debati që është realizuar me gjithë gjimnazet e rrethit Lezhës, të organizuar nga bashkia, nga grupi rinor i Bashkisë Lezhë, ku kemi arritur deri në finale. Nuk kemi marrë vend dytë, nuk kemi fituar, por ka qenë një hap shumë i rëndësishëm për mua për të integruar, si dhe për të njohur persona të rinj, por edhe për të zhvilluar talentin dhe të folurit në publik, që mendoj që është shumë e nevojshme. Edhe a di pse është e rëndësishme, Riona, se unë shoh drejtues, deputet, kryetar bashkisë. Uroj që mos vijë më ky kas që është sot mos vijë, vije një kas puna kasit tuaja, që kanë formim, kanë artikulim, kanë qenë aktivistë të mirë etj në radhë dhe janë selektuar në mënyrë të natyrshme në përgatitjen e tyre. Jo me kështu ingranazhe politike, është të mëshme. Edhe pranem vjen mirë domethënë. Ajo që unë pëlqej të rinj, të cilët kanë hyrë në konceptin e gjuhës projekteve. Gjuha e projekteve është gjëja e parë që kërkohet nga projekti që ka sot Bashkimi Evropian. Dhe ne për fatin e keq, vendi jon, absorbojmë projekte më pak sa askush në rajon. Për shkak se nuk kemi krijuar arketipe të tilla që të cilët të njohin modulacionet e projekteve. Nuk e di se si bëhet, se tani nga kjo desha të kalojmë tek shkollimi i lartë ku jeni ju, pranej u futa me këtë. Nuk e di si funksionon tani atje ku je Erlis në Bolzano, ëh? Po. Si funksionon shkolla e lartë tani? Çfarë ka ndodhur domethënë? Se ti për shembull ta zëm nga gjimnazi ku ishe gjimnazistave në Tiranë, me kaluar në Universitetin e Tiranës, besoj do të ishte një model tjetër nga ajo që jeti atje, si funksionon atje? Them drejtën, nuk nga që edhe vetë kam ikur jashtë shtetit dhe nuk e kam shumë parasysh si funksionon shkolla arsimi i lartë këtu, por që gjëja që ka krijuar më shumë përshtypjet e unë edhe që më ka bërë me vërtet, më ka shokuar, është fakti se nga gjimnazi që të kërkohet shumë llogari, ke gjithmonë presionin e mësuesve, të notave, kalosh në një sistem që pothuajse nuk ka fare kërkesë llogarie. Ti kalon vjen në mësim, nuk pyet njeri a ke ardhur apo jo. Atje, e ke gjithën autodidakte. Paktën kështu funksionon atje ku jam unë momentalisht, po. Domethënë je autonom, Je totalisht vetëm. Deri në testet final që janë në shkurt. Po. Edhe kjo më ka ardhur si shumë goditje e fortë, një kuptim që tani unë e kam gjithën në dorë vetë. Kam vetë, nuk kam presion më. Nuk kam presion më. Domethënë ngaherë presioni u dashka, ëh? Duhet. Duhet shumë. Po deri një pikë, sepse ngaherë bën të kundërtën. Patjetër. Okej, domethënë tani ti je ai që do të formosh veten, do të hecish, do
E kupton konkurrencën e ke në momentin ashtu, por jo me shtyrje ma. Po. Të pëlqen kjo tani atje apo? Ndihmon, mund të them, sepse e menaxhon vetë, e ndan ditën, ndan javën, ndan muajin, ashtu siç ti do, dhe mëson atëherë kur ke kohë, punon atëherë kur ke kohë. Nuk është e nevojshme që ti mbledhësh gjitha, sepse nesër do pyetem, nesër kam test. Nuk funksionon ashtu edhe mendoj se është më e mirë në aspektin e menaxhimit të kohës. Shkencat kompjuterike, po ti marrim kështu laboratorët, njëra tjetrën, si është aty? Është me teknikën janë më mirë? Domthon, a mendon që ke gjithçka aty duhet edhe që i përgjigjet avangardës teknologjike, për shembull, sepse ti besoj pra punë ke shkuar tjetër, do kishe ne këtu në Shqipëri ti. Tjetër. Pra për të kapë, nëse nesër mas nesër nuk je, ti do të synosh me qenë tregun evropian apo në tregun shqiptar. Si e ke idenë? Ka kohë akoma. Ka kohë për të menduar. Po okej, po për shku deri këtu, domethënë ti e shef që okej, është mirë domethënë nga pikpamja e teknikës, nga pikpamja dhënies mësimit e gjithçka tjetër. Deri tani në semestër të parë nuk është se kam pasur lëndë që nevojitej praktike madhe, por që për shembull në pjesën e programimit nuk ka pasur nevojë për laboratore, se thjesht secili merr laptopin e vet. Se në fund ditës ti çfarëdo që punon, ti do duash ta ruash, do duash ta kesh projekt personal. Dhe ti s'mund të punosh një kompjuter të laboratorit dhe në fund ditës ta humbësh. Kështu që secili sjell mjetet e veta, pra besoj që edhe këtu nuk është se mungon si gjë, thjesht nuk e ushtrojnë. Po. Pra, nuk i thon nxënësve që po sillni mjetet tuaja dhe gjithçka është në rregull, s'ka nevojë pse të jetë me patjetër laboratori në shkollë. As nuk të ndihmon fare mendimi im. Okej, shumë bukur. Tani, shiko, ti vjen nga ku ishe shumë mirë letërsie, disa lëndë tjera, dhe jetë tek mjekësia që ishte ëndër, që kisha ëndër. Domethënë, çfarë ka ndryshuar shkolla e lartë me shkollën e mesme tek ti dhe si po ecën tani? Lexoja këshillit të mirë. Çfarë ka dhënë gjëra të reja, gjëra që ti thu ja ka vlerë që unë jam këtu. Në fakt, universiteti që unë frekuentoj ka një sistem tërësisht italian, pra ju ngjan shumë universitetit në cilin frekuenton Erlisi, ndonë se është në Shqipëri, pra nuk kam të bëj shumë me këto diferencat që kanë me universitetet shqiptare, ka një sistem tërësisht italian. Kjo ka qenë arsyeja pse unë e kam zgjedhur për mundësi që universiteti mund të më ofrojë në të ardhmen për zhvillimin tim akademik dhe specializimet më të ejshme, jashtë kufive të Shqipërisë, pra për të arritur diçka pak më tepër. Siç e tha dhe Erlisi, është një diferencë e jashtëzakonshme, nuk është krahasim me gjimnazin. Je tërësisht autonom, siç e tha dhe ju, në mënyrë autodidakte. Është një liri e madhe, po që vjen edhe me frikra dhe përgjegjësi më të mëdha, sepse tashmë je vetëm tia që duhet kontrollosh timonin, nuk ke më një asistent që ta mbaj aty për ty dhe ta kontrolloj. Sepse problemi më i madh është kur njeriu nuk din me disiplinuar lirinë e vet. Një luhatje e vogël mund të çojë në probleme të mëdha, prandaj fokusi duhet. Normalisht duhet një sistem dhe një integrim shumë i madh i vetes tënde, që kur je 18 vjeç dhe kur ndryshon kaq shpejt struktura arsimore, gjithçka është pak e frikshme. Unë kam ndryshuar vetëm qytet, pra nga Lezhë jam transferuar në Tiranë dhe për mua është një ndryshim total, nuk e mund ta imagjinoj si është shkosh në Itali, po ka qenë e vështirë. Normalisht këtu jemi për të bërë gjëra të vështira, se të lehtat mund t'i bëjnë çdo kush, po do ja dalim sigurisht. Po patjetër. Dhe ti do të dalësh në perspektivë mjekje e përgjithshme, do fillosh disiplinat si kam synime për specializimet pas disa vitesh. Synimet e mia janë për specializimet më të teshme. Se si është puna ju e mjekëve. Ti pasën dikur ne, ky ka shkollë. Ky shkollë, ky ka shkollë sa prifti. Se prifti kishte tani jetër shkolla vendi. Edhe ju mjekësia, nuk di se kur mbaron ajo. Mjekësia është një shkencë që ndryshon pothuajse çdo ditë, hapat të rinj bën çdo ditë, prandaj duhet të jesh i updateuar çdo ditë. Kjo është dhe ideja e qenit në shkollë, pra nuk mbaron kur shkolla dhe kur dalësh në profesion për mjekësinë, duhet të jesh gjithmonë i updateuar, ndryshe të lë koha prapa, siç themi ne.
synoj specializimet më tejshme, nuk dua të mbeten tek mjekët e përgjithshëm, ndonë se është një profesion shumë i mirë, por nuk është ajo që më intereson mua. Pra të shkosh në specializime. Po. E ke përcaktuar pak a shumë edhe ku? Ndryshon çdo ditë. Ndryshon. Neurologjia është fokusi im primar për momentin. Neurologjia, interesant. Se ti ke shumë dëshirë për të njohur botën njerëzore dhe bota njerëzore më së pari njihet nga truni. Ti do të merresh me trunin e njeriu. Ndërsa ky ka i gjatë tash, ti do të merresh me trunin kompjuterik, Mirë, po dalga dal, njerëzit janë të futur edhe çipat e këtyre teknologjive. Domethënë do të pëlqejë ti je një programues, ideja nesër pas nesër programues. A çfarë do jesh ti nesër? Atëherë, ka akoma kohë për ta menduar, por duke parë ndryshimet që po sjell inteligjenca artificiale, mendoj sigurisht edhe për opsionin më të sigurt, më të qëndrueshëm. Edhe momentalisht nga çfarë kam parë, nga çfarë kam pyetur, nga çfarë informacionesh kam marrë, opsioni më i sigurt është siguria kibernetike. Siguria kibernetike? Po. Interesant. Sepse është diçka që do ndjeki botën vazhdimisht, duke qenë se çdo gjë po kthehet në teknologjike, po kthehet në digjitale, është diçka që do e ndjeki këtë zhvillim, do jenë njëra pas tjetrës, dhe do ketë gjithmonë kërkesë për të, dhe të paktën momentalisht është diçka shumë e vështirë për të zëvendësuar nga inteligjenca artificiale. Më bërë përshtypje kjo. Ndërkohë që po bisedoj me ty, e kam pak mend tek një djalë, i cili ka mbaruar shkenca kompjuterike dhe sot është në skuadrën e kësaj mbrojtjes së vendit nga lufta kibernetike. Edhe ka mbaruar në Rrshen. Aty është i talentuar i djali kështu. Dhe ju them shpesh kanë zënë vendet para në Arabinë Saudite, ku diun, to Ballkanë po në tjetër, ekipi shqiptar. Dhe kur e shoh kënaqem, si ka mundësi them, një militor, thonë, djalë Mirdite. Edhe ti tani djalë Mirdite, apo ti? Dhe ju shkoni pikërisht në frontin më të vështirë, po jo më me armë kështu. Këto janë armë më të sofistikuara, më të vështira. Lufta kibernetike në mendimin tan, çfarë është sot në botë? Lufta kibernetike fokusohet tek, mendoj unë, të vjedhërat e të dhënave, të njerëzve. Aty është gjithçka që po luhet në botë, momentalisht, në botën digjitale. Po. Po edhe sot edhe lufta, po të veshre, pra ne po them, teknologjia, shiko, në vendet e vogla, në provinca, po them, paka shumë është shumë problem, dhe shkollat nuk po orientohen tek teknologjia. Po t'i veshre edhe këto bashkitë e kështu. Ka nivelin më të ulët të disponibilitetit teknologjik, sinqerisht, nërkohë kur bota po ecën, dhe shohim ne luftën anë që bën, lufta është me dron, me kështu, bëma i keni vënë re, ata si rrin kështu, si ato japonesë. Pra vesh plas atë dronin atje për te ai. Kështu që edhe ti do të jesh një nga ata, general. Shpresoj. Okej, shumë bukur. Është shumë kënaqësi që u pata sot tu. Ndërkohë shiko, di pse unë ju thirra për te, po Eriolin pash, pastaj ty pash ke Leshi, pash emrat, edhe emrat që kishtë ndalë disa emrat, dhe që të pa, duhe me pa kush është ti nga zona jonë. Por këtë tani pash ta, se është i madh tani është i jati, tani Gjergji, edhe profesor finance. Edhe na bane krenar pas baba. Ishte e bukur kjo. A e ka po në i shoku jote? E kam pa. Që të thonë, pas baba, Mendoj se është bë gegnishtja pak si trend. Po, trend. Për mendimin tim e kuptojnë njerëzit. Nuk habiten. Mjafton kjo shprehje, ti e more plërsimin nga baba, apo? Po, patjetër. Se pas baba, shiko, është bekim hynor. Nuk ka bekim hynor më të merituar se sa një djalë edhe një vajzë me medalje të artë. Kështu që ti e marrë bekimin e babait, edhe të familjes. Edhe të falenderoj shumë që ishe këtu, edhe të falenderoj shumë për gjithçka je dhe për gjithçka ti do të bësh. Unë ju falenderoj për ftesën. Ashtu. Ndërkohë, shiko, Erlis, se tani nuk e di a thot poezi sa jo. Po e di që e përdor pak poezinë tani. Edhe tani, di që e përdor. Po në të rast me ty ka përdor këtë shprehjen, këtë fabulën biblike, pas baba, ndërkohë që baba i kësaj Leshi ka përdor një gjatë tjetër për ta uru të bien. Edhe a di si e ka uru këtë? Fillë e pash, nesër kështu e pash, dhurata ime e Krishtlindjes.
E kisha një ëndër të shkruar në asht, në rinin time shkollore, kisha unë i artë. Ëndra mbeti ëndër, e unë fajtor pa faj, i kohës që vlerësonte ideologjin për arë. Pastaj, i par lindur im, ëndrës midhakra e bashkë me ëndrën, fluturoj në qiellin e lartë. Dhe qielli si gjithmonë, me ëndrat së të shgënjen, medaljen e artë për mua, i me bie sot më ka sjell. Kështu ndodh gjithnjë, kur besimin e varë në qiell. Kjo është poezia, ky është bekimi i Leshndojt, babait atë pëlqej? Shumë bukur. Atëherë, unë po e quaj se është një poezi që është bërë edhe për Erlisin. Okej? Kjo është shumë bukur. Të dha emocion, sa e ke lexuar, ë? Leshi e ka prit shumë mirë, e kam dhurë. Jo, si mund ta pres një prind me kështu. Nuk e kam pritur me vërtet që do jetë kaq i gëzuar. Normalisht gëzim është, po nuk e kam pritur që të jetë kaq i emocionuar. Sepse edhe Leshi mund të ishte një medaljetar të asaj kohë. Por e thash, Juju Solla ka stënë pas një bisede me Dodën para 53 vite me medaljetar. Dhe është shumë i rëndësishëm ky lloj korrelacioni, ky lloj lidhje brezash, unë e quaj edhe këtë emision, duke ardhur me emisionin e parë një tradit gjeneratash të mira që ka nevojë edhe koha e sotme. Dhe Eriola, shumë kënaqësi që ishe këtu me mua. Shumë faleminderit për ftesën. U kënaqja me 2. Bravo, shumë bukur. Okej, do kemi një spot publicitar dhe pastaj do mundona të bëjmë një surprizë tjetër lidhur me këta 2. Mirë, pas kësaj bisede të këndshme me 2-3, jo dini që unë 3, i kam shumë qejf kur i kam në studio, dhe më duket domosdoshmë se na rinohet studio, rinohem unë, rinohet edhe shikuesi i moshave pak më të kaluara se sa 3. Dhe ishte kënaqësi aq më tepër të kesh 2-3 me medaljetar, është një bekim, është vërtet bekim për një zonë caktuar jo thjesht për familjet e tyre. Mirë, po e lash për ta mbyll sepse në paskujin isha 2 prindrit, e Eriolës edhe të Erlisit. Kam Leshin, Lesh, herë jetuar për herë të parë, unë do të thras edhe për gjëra të tjera të bashkë, po është kënaqësi që po të thras si prindi, si babai i Eriolës, i cili në të karrikun ku je ul ti, ka qenë ul gjatë emisionit që bisedojmë bashkë. Është kënaqësi me pasi fëmijë të tillë, ha? Faleminderit për ftesën, edhe për mua është kënaqësi që mas shumë vitesh ritakohemi, por në një format tjetër me ju. Do të jetë kënaqësi kur do herë që të marr pjesë në konventin tuaj, e ndjek nga larg. Natyrisht që arritja e vajzës time, Eriola, është një, si për çdo prind, po për mua është një kënaqësi e jashtëzakonshme, sepse më duket që shoh veten në një format të ri. Apo ka më bukur se sa të shoh veten time në një format të ri. Okej, se gjatë emisionit kur transmetohet është edhe një surprizë e bukur aty. Kështu që aty është vetëm më mirë ka ajo surpriza që patëm me Eriolën dhe me Erlisin. Ndërkohë që në krahun tjetër kam babain e atij që do të bëhet një programues i shkëlqyer në shkencat kompjuterike, kam profesor Artan Gjergjin, mikun tim të hershëm, edhe Artan, me thënë drejtën, po e shifsha Erlisin, dhe isha gjatë kohës që u bisedonim, doja me pikas disa tipare kështu. Edhe e pyeta thash, a ke marrë nga baba, a si ke ardhur që ke shku direkt medalje ardhë, sepse ti historikisht ke qenë i ardhë, profesor. Jam parë shumë faleminderit që më ftove në kuvent. Unë jam mik i vjetër i studios tuaj, edhe në përsiatjet dhe në projektet e tjera që ju keni pas. Kështu që të falenderoj për gjithë përpjekjet e mëdha që bën për promovimin e zonës sonë, e kualiteteve intelektualve, çështjeve problematikave të ndryshme. Kështu që gjithmonë ashtu u shpreh dhe kolegu Leshi, realisht është kënaqësi me qenë në studion tuaj. E sa i përket fëmijëve, pastaj
fëmijët marrin nga prindrit në gjitha rastet. Erli ka qenë fëmijë i mbarë gjithë kohës. Me thënë drejtë nuk jam marrë shumë me të, t'jem kredi sinqer, pra është ndoshta që pjesa ka qenë goxha vetë, fëmija, dëshira, kuptohet ne si prind si kemi munguar asgjë, po që pjesa e punës e meritës e çdo gjë i takon Erlit mendoj unë, përveç geneve që pastaj është bisedë tjetër, është debat tjetër që. Shiko, më bëri shumë përshtypje në pyetjen që i bëna Erlisi dhe domethënë shpesh herë ne mundohna ne prindit vetëm t'i shtyjmë, t'i orientojmë, t'i bëjmë dhe ndonjëherë e kthejmë një modus jo aq pozitiv. Dhe një gjova nga kjo që unë po kam pas vetë sigurinë time për qenë ky që jam. Domethënë kam qenë i bindur që unë do të hes vetë. Edhe me sa duket Erlisi nuk ka pas nevojë shumë për shtyrje? Jo, t'jemi sinqert jo. Kuptohet, edhe ne si prind e kena ndjek edhe në distancë, duhet edhe pjesa ndjekjes në distancë, sepse mosha bën veten, po që Erlisi e ka pas vetë pjesën e kërkesës, llogarisën e vetes. Normalisht ne jemi përpjek mos i mungoj asgjë, çka ka pas dëshirë, ku diun kurse pajisje kompjuterike, telefoni, ku diun laptopi me radhë. Po që dëshira ka pas, unë jam imponuar ashtu si çdo prind besoj në ato piketat, në ato sinorët që ku duhet mos shkelën të raskalbur, ose çfarë është e mirë në jetë e çfarë është e keqe në jetë. Ne si prind nuk jemi imponuar tek profesioni, ne të dy prindrit e Erlisit jemi ekonomist, financier. Erlisi nuk zgjodhi të ishte financier, që zgjodhi atje. Kështu po mendoja. Jo. Unë mendova në fillim kur e pash atje, se na bën e krenar pas baba. Pas baba, gegnishtën e kena me qef, dhe Erli e flet gegnishtën shumë pastër, shumë mirë. Po që nuk jemi imponu, sepse kuptohet, kemi pas ato kushtet tona që t'ishte një deg që kishte të ardhme, një deg që kishte prosperitet, po që Erlisi ka pas qef gjithmonë kompjuter që i vogël, nga ato që me lërat, që me videogamerat, më pas me laptopin, me gjërat, dhe sot unë e them me kënaqësi më të madhe që mos herë më prishet kompjuteri, laptopi, unë marr djalin dhe hajde ma rregulloj, që edhe pse është studenti i parë, e ka pas bodhe edhe kur ishte në shkollë mesme, kështu që e ka me pasion, ne i kemi vajt nga mbrapa pasionit në gjitha versionet. Kemi pas një farë, nuk e di nëse Erli të tregoj, që kemi pas një farë debati nëse duhet studion në Shqipëri apo jashtë. Jo, nuk pa tregoj këtë. Okej. Unë kam ngulmu që ti këtë jashtë. Mos të nxjerrim sekret. Jo, nuk është sekret. Erli nuk e donte. Okej, unë i bëna këtë pyetje, jo këtu ma kështu, universiteti këtu ma atje me radhë. Por e shoh që pas ka qenë dora jote. Erli nuk e donte. Ja pra e them që ne nuk kena imponuar ca gjona, po ca gjona kena qenë shumë sepse ti ke studiuar dhe jashtë. Unë kam studiu jashtë gjitha shkollet e mia, për së vërtetës, dhe kam dash që edhe fëmijët brenda mundësive financiare, se nganjëherë dëshira është e madhe për çdo prind, kam dash që studioj sepse unë mendoj që cilësia e shkollës, edhe pse e them me fatkeqësi këtë pjesë, pra fatkeqësisht, edhe pse vetë jam hyke stafi akademik i disa universitete në shumë vite, sot jo më aktiv, por kam dhënë shumë vite në lë shumë për dëshiruar cilësia e mësimdhënies në Universitetin Shqiptar për hir të vërtetës. Dhe kjo vjen nga një sër komponentesh që nuk duhet të hyj se nuk është debati këtu, duke filluar që nga cilësia e arsimit, nga legjislacioni, nga një farë mënyre se si e perceptojmë ne shoqërinë. Ne jemi vetë ata që themi Shqipëria nuk bëhet, ndërkohë që jemi po ata ne që ndërhyjmë qoftë për një pesë tek fëmia e dikujt se e njohim ne se është miku. Po unë mendoj që një shoqëri fillon që ke një pesë pa merituar. Dhe ky është një dhe debatet më të mëdha që unë kam pas në rrethin tim shoqëror, fisnor, kur vinte puna tek ndërhyrjet për një notë, tek nxënësi. Pra kemi pak probleme në shoqëri mendoj unë, që ke kjo pjesë. Kështu që në këtë aspekt kam tentu dhe kam dasht me shumë dëshirë që Erli të studionte jashtë paktën bachelori. Në zgjedhje kjo ka qenë dilli me të, marrëveshja me të, që bachelorin ta bësh jashtë, i kam thënë bab, kjo është vendimi i fundit që unë marr për ty, pra sot je 18 vjeç dhe ndoshta nuk je i aftë për të vendosur se ç'është e drejtë dhe ç'është e gabuar për ty. Ama i kam thënë, mbaro dhe këtë bachelorin dhe pastaj je i lirë, po duash kthehesh në Shqipëri siç do donim ne prindrit normalisht, përderisa ne jemi kthyer, ne të dy prindrit e Erlit kemi studiuar jashtë dhe të dy jemi kthyer.
Kështu që edhe unë do doja që Erli të kthehej nesër pas nesër për të punuar, për të kontribuar për këtë vend, sepse në fund fundit nëse Shqipëria bëhet ndonjëherë, Shqipëria do bëhet vetëm shqiptar, dhe unë për këtë jam i bindur. Por zgjedhja është e tij, pastaj unë mendoj që çdo eksperiencë, ndaj nuk ka rëndësi kjo nëse fëmia e bën këtë eksperiencë në master apo në bachelor, por unë mendoj që çdo fëmijë në Shqipëri të paktën një program studimor duhet ta bëjë jashtë. Duhet ta bëjë jashtë, po. Tregu jashtë ofron një alternativë shumë herë më të mirë, sepse përveç dijes, atje gërshetohet dhe praktika. Ne këtu fokusohemi shumë tek teoria dhe praktikën e lënë shumë masdore. Është shumë e pamundur që një student, nuk ka rëndësi çfarë fakulteti në Shqipëri, çdo lloj, edhe në universitetet publike, edhe në universitetet private, nuk gërshetohet me praktikën, që studenti të jetë i lidhur, atë që mëson në bankat e shkollës apo në auditoret e universitetit, të ketë mundësi ta implementojë edhe në jetën e tij të përditshme apo në për biznese apo në për forma të tjera. Jashtë kjo është shumë e mundur. Tregu është më i zhvilluar, tregu është më i paanshëm. Për shembull, ta bëj pak më të prekshme. Personalisht, unë kam studiuar për bursë aksionesh. Jam dhe themeluesi i bursës aksionesh në Shqipëri, bursës së letra me vlerë në Shqipëri. Kur jam kthyer 22 vjeç, kam filluar punë në Bankën e Shqipërisë, pra në Bankë Shtetit. Kisha student brillant të mbaruar në Shqipëri. Pra unë personalisht mendoj që nuk ka asnjë lloj privilegji dikur që studion jashtë në aspektin e mësim-marrjes, pra në aspektin e vet aftësive që ka individi. Pra një student shqiptar, dhe prova ka sa dush, plot që kanë mbaruar në Tiranë dhe kanë shkruar jashtë në master, në punëra, në gjëra. Pra ishin brillant. E vetmja gjë që mua më dallonte nga ata ishte pjesa që unë kisha prekur bursën jashtë. Pikërisht. Sepse kisha pas mundësinë që përveç asaj që kisha mësuar në shkollë, teorikisht një lloj si ata, unë kisha bërë edhe stazh 1 muaj apo 2 muaj në firmë brokerimi apo në pra. Kjo të jep të avantazh. Dhe tregu jashtë është shumë i zhvilluar dhe jep këtë mundësi. Jep mundësi të përballesh, jep mundësinë e meritokracisë. Tash jetojmë në Shqipëri dhe ne të gjithë dimë këtu që sado ja aftjesh, meritokracia lë shumë për dëshiruar. Pra do të jesh se s'bën i biri dikujt, ose do të jesh i afiliuar me një forcë caktuar politike në mënyrë që të jepet një mundësi diku e merituar, diku e pa merituar. Jashtë këtë pjesë nuk do me ditë njëri. Nuk do me ditë as origjinën, as se i kujtje, as absolutisht të punësojnë, të marrin vetëm për aftësi që ti ke. Shiko, Dhesh, do më thënë, sa ke ndiku ti familja e Eriola, po ka në mënyrë të natyrshme dhe cili ka qenë raporti do thënë, edhe si prind, po në fund një prind i shkolluar. Dhe sa ndikon tek fëmia. Unë nuk po them që dikush, sepse unë kam parë fëmijë punëtorësh të shkëlqyer, talentuar me radhë. Po në rastin kur prindi është edhe intelektual, është një normal që ndikimi në rast, normal që është pak më i prekshëm. Cila ka qenë Eriola për ty gjatë kohës që është rritë, si e ke pa në sytë e tuaj rritjen e Eriolës hap pas hapi? Është si për çdo njeri tjetër, njeriu është produkti shumë rrethanave. Në radhë parë është produkti i prindërve, jo vetëm thjesht tek gjenet që transmeton, por edhe tek kultura e përgjithshme, tek kultura të nxënit, tek kultura e sjelljes, tek gjitha këto, por edhe i rrethanave shoqërore, shkollore etj. Se më tha i gjatë bukur ja, gjatë kohës. Ajo që thash sa ka ndiku prindi, tek ajo që quhet etika studimit. E ceka këtë, që edhe tek mënyrat studiur, tek mënyrat sjellur, tek gjithçka, fëmia është produkti i këtyre rrethanave, përfshirë dhe prindërit. Natyrisht që unë edhe bashkëshortja ime jemi 2 prind të shkolluar dhe në këtë pjesë kemi ndikuar shumë që ajo të mund të zhvillojë aftësitë e veta e lirë. Natyrisht edhe duke plotësuar ndonjë mangësi që shkolla, por rrethanat e caktuara të arsimit tonë që profesori i preku paksa, por që janë edhe më shumë se sa kaq, e kemi plotësuar në tmet të shkollës. Por në aspektin e të marrurit praktik me Eriolën, si nxënëse, përveç fillores hershme, nga klasa e parë deri në klasën e 3, thënë drejtën jam marrë ditë për ditë me të, unë personalisht. Pjesën tjetër nuk kemi pas asnjë nevojë, sepse ajo falë edhe mësuesës
Zina Luli, një mësuese profesioniste nga klasa e parë deri tek e 5-ta, kultivoi një mënyrë të nxëni që ishte shembullore. Eriola çdo punë mund ta lëje mangut, edhe pjesë të qefit, por jo të nxënit, jo mësimin. Edhe sot, foli sa duash për një diçka që ke në mendje ti. Nëse është e mësimit, do ta përfundoj atë se s'bën. Pastaj merret me këto punë të tjera. Kështu që dhe e tha dhe profesor Artani, asnjë kurs se kam qurë Eriolën, sepse mësues asnjë kurs privat, sepse mësuesit e saj më thoshin, nuk ka nevojë. Eriola është në nivelin që mëson më shumë se sa njohurit e këtyre që janë. Kursi këto do i plotësoje. Ajo i ka marrë vetë, pavarësisht sa japim ne, i ka marrë vetë. Kështu që kaq ka qenë e gjithë ndikimi jonë, përveç ndikimit përgjithshëm që ka çdo prind, e kemi lejuar të zhvillojë aftësitë e veta. E pyeta për shkollimin. Domethënë ti pse orientova aty? Për shkollën që ka zgjedhur. Po për shkollën që ka zgjedhur. Pse orientova aty të orientuar prindit si e me radhë, pra atë që tani e pasa orientu vetëm me shku se ko. Po vetëm jo te dega se e ka po mënyrë natyrë atë që donaj. Ti e le vetë me zgjedh apo i the 1, 2, 3, 4, 5? Në mënyrë absolute unë e kam lënë të zgjedh vetë. Si ka ardhur, kjo ma thuj në moment. Se ngaherë pse bëjmë turistinë? Edhe këtu s'jemi pa ndikim, nuk jemi dorë jashtë, mund të themi. Gruaja ime, mama e Eriolës, është punon në mjeksi, ka 40 vite. Pas ndiku pak ajo? Jo, do të them më vonë. Ka ndikuar pak me mënyrën e funksionimit. Do të them më vonë, ndoshta ka ndikuar si model. Si model, pra, mënyrën e funksionimit. Unë e kam pas idhull të shkoja për mjeksi. Dhe disa herë Eriola ma ka një gjuar që s'm kanë quar, se atëherë thamë do shkoja i biri i Bariut, se Bari e kam pas babën, do shkoja për zootehnik. A kupton se kështu ishte koha atëhershme, le të themi çat dush, nuk meritokracia ka qenë larg atëherë, është larg edhe sot, kjo është fatkeqësi e madhe. Por kur vjen puna tek zgjedhja konkrete, asnjë lloj ndikimi. Përkundrazi, mama e vet i thonte disa herë jo, mos shko për mjekësi. Sepse mjekësia ka sakrifisë madhe. Se mjekësia do në sakrifisë, sepse mjekësia ka shkollim gjatë, plakësh në shkollë. Ose po ja u thosh atyre se këta, okej se nuk e mboshin, nuk e njohin. Si thoshin dikur, çka ke bën shkollë sa prifti. Sa prifti. Po 20 vjet ka pas. Tani në shkollë, tani nuk janë shumë 20 vjet. 20 vjet i kam bërë unë. Kështu që është normale. Nuk kam dalë prift, po aty afër prift. Që kena 3 prift nëjnë. Aty jemi te prift. Ka qenë zgjedhje personale e Eriolës. Zgjedhja e kësaj. Dhe është zgjedhja e duhur. Dhe është zgjedhja e duhur. Kjo ka studiuar të gjitha lanë, se ka dalë medalje të artë, siç edhe ju e dini edhe arsyeja që më lidhi me ne sot. Por biologjinë e ka pas dhe vazhdon ta ketë edhe sot. Biologjinë dhe kimin, vazhdon të ketë të dorës parë. Bile habitëm se shpesh herë edhe sot tenton, edhe atje në fakultet tenton me korrigjue librin, tekstin, me korrigjue. Nuk është e saktë, tha babi. Po i thoshëm si s'është e saktë, te libri, po sa është e saktë, babi. Kështu ka bërë edhe në shkollë mese në biologji, për shembull. Nuk është e saktë përgjigja. Janë detyruar, kanë qenë 2-3 profesorë të tjerë, derisa rastësia apo njohuri, nuk e di, ka dalë fjala kësaj. E ka pasion. Shiko, Sëshja, janë ndër se duhet ndaloj pikërisht këtu. Një ndër arsyet pse unë kam ngulja te edukimi është pikërisht kjo, se çka ka ndodhur? Liberalizimi i teksteve shkollore ka ul nivelin e cilësisë. Ulën e cilësisë tyre, është e vërtetë. Sepse pastaj u bën shumë, pra në kuadër diku me mik, diku pa mik, tekste shkollore të ndryshme, dikush kishte ministrin e radhës, dikush kishte drejtorin e radhës, dhe hyri, u bë një farë pseudo-liberalizim, nuk e quaj liberalizim. Se po them pra, u bë një pseudo, sepse liberalizimi nuk ka një gjë të keqe, por liberalizim me cilësi. Këtu pastaj nuk u pa më cilësia dhe ke plot tekste shkollore, pse edhe ne besoj gjithë me fëmijët tanë që nga fillorja deri në paktën me sa i kemi ndjekur, kanë probleme. Ke mjaft tekste që kanë probleme gjusore, ke probleme logjike, kanë probleme morale pastaj, janë gjëra që këtu janë diskutuar, që mos hyjmë probleme shoqërisë. Ndërsa zgjedhja, të më falish, e fakultetit ku do të studionte, te zoja e Këshillit Mirë, është ndikimi im. Është ndikimi jot. Është ndikimi im. Pse? Për arsye se është një miks universitet domethënë modelesh. Jo, nuk ja di modelin, nuk ja di, por duke qenë një universitet me pedagog
kryesisht italian. Pra, mix, Kryesisht italian, është mix, shqiptar-italian. është me Tor Vergaton. Po, se e pash atë. Zhvillohet, erdhi programin në gjuhën angleze, që kjo gjuhën anglisht e ka mbrojt, e din plotësisht. Kam ndikuar unë që të shkoj aty për arsye se, le të themi, desha ta mbroj nga xhungla. Domethënë, unë kam besimin e plot se ajo studion s'ka nevojë për ndërhyrje, i kap njohurit, por universitetet e shtetit janë bërë një lloj xhungle, le ta pranojmë. Domethënë, cila është xhungla? Se ke njohuri i tij, ai të vë atë që do ai. Mund ngel edhe në klasë të gjithën, edhe nuk t'jep as pesën jo. Se tjetri krah teje, nuk ka as çerekun e njohurive tua dhe merr 10-ën, pastaj gjitha kjo shndrohet në një demoralizim për studentin, për kuadrin e arshëm, për mjekun e arshëm, dhe këtë kam desh ta mbroj. Domethënë, kam desh që ajo ta zhvilloj mundësinë e vet, talentin e vet në kushte që varen vetëm prej asaj, jo prej në kushtet meritokracisë, për shkak të meritokracisë. Unë mendoj që keni bërë zgjedhjen e duhur. Po pra, tamam. Shpresoj. Një nga përgjigjet e bukura që më dha Eriola ishte që lidhet, shiko, tani ne bëjmë pjesë ke studentët klasik. Do thonë studentit që kemi shkruajt me dorë. Po. Sot është harruar me shkruajt me dorë. Leksionet gjitha me dorë. Po, ne kemi shkruajt, moj me një herë një leksion fizike, son fizikë kam marru, një leksion fizike kam shkruajt mërë një orë 20 faqe, e po dhe i më që me dorë. Sa ashtu dora u lodhë, shumë. Por, kjo tha, gjithmonë i kam mbaj shënimet shumë, konspektimet me shumë interesant. Tha, shqyqyr që në studio merdi një model studenti klasik. Dhe kjo, unë mendoj që studentë të tillë, në zonës të tillë, më radhë, kanë një artë me shumë më të sigur në atë çfarë bëhen gjatë shkollimit akademik. Si mendon, profesor? Le të shpresojmë të qëllimi pse ne po investojmë, ne jemi investuar, dhe jo vetëm ne, se po duket sikur po lavdërojmë fëmijët tanë, po që absolutisht përpjekjet enorme që bën çdo prind sot. Edhe ata që dikur, pra moshatarët tanë që dikur s'mësonin, po që sot janë prindër, u thonë fëmijëve të tyre që mësoni se që mos keni probleme siç kanë probleme prindër, kështu që absolutisht çdo prind besoj bën të pamundurën për fëmijën e tij dhe do donte ta shihte më mirë, por ky debati në shoqërinë tonë për hir të vërtetës, unë nuk dua ta kaloj në kanale të tjera, por për hir të vërtetës është pak problematik. Sot shoqëria shqiptare ka kaluar në ca sfida që kanë zvetnuar, mendoj unë, shumë parime morale, shoqërore. Për ta thënë më thjesht, unë nuk e di nëse sot është e drejtë t'i thuash fëmijës mëso, apo t'i thuash fëmijës mos mëso. Sepse në një shoqëri ku nuk vlerësohet meritokracia, ne shohim që ndoshta jo në të paktën apo në të shumtën e raste vlerësohen pikërisht ata që se meritojnë. Pikërisht ata që nuk janë të meritokracisë. Se kështu do e demoralizosh? Jo, nuk e kam. Pikërisht pra, kjo është ideja pse ne kemi të ngulur. Unë e shoh, më vjen mirë që me kolegun Llesh kemi pra në një farë mënyrë konvergojmë në të njëjtat terma. E tha shumë bukur. Jam përpjek tha ta mbroj nga xhungla dhe për mua nuk ka fjalim më të bukur se që mund thuhet sonte. Sepse është xhungël. Dhe kjo është detyra e çdo prindi, edhe në ligjin e xhunglës, secili përpiqet që fëmijën e tij ta mbroj nga ambienti sa është mundur, por në fundit do ecim me kam të tyre. Kështu që ne po bëjmë përpjekjet tona që t'i mbrojmë derisa të jenë të aftë me veten e tyre. Jemi të bindur në aftësitë e tyre, por koha do ta tregoj. Tani që të shkojmë pak nga fundi, të shkojmë tek emocionet e asaj dite që do mi thoni dy. Por unë fakt po e mendoja, e kam menduar edhe në emisione të tjera, që diçka për arsimin, kur flasim për fëmijë, të sjell në një moment është një nga personazhet që unë e kam idil. Absolutisht. Kam lexuar shkrimet e tij, kam lexuar dietarët, kam lexuar romanet e tij me radhë dhe gjithçka e ka bërë Fabian Barkata në zonën e Rubikut, pikërisht aty ku ke lind ti, te kryezezë me radhë. Kisha shëlbumit. Ke kisha shëlbumit, domethënë ai, po ka një shënim shumë interesant për ne, domethënë ke puna, se unë du ta lexoj këtë edhe për një gjë, ta lexoj edhe këtë që shikoj prind dashur. Kur është menduar në mars të vitit 1906. Si është shkruar, pra i takon rreth 120 vite. Edhe më përpara, dhe shisi thotë, çfarë do të thotë për arsimin?
e fëmijëve, për arsimin e fëmijëve. Sot më ka bërë përshtypje shumë të madhe jeta e lumtur e një familje. Isha tek Përgjoka. Përgjoka ke parasysh ku jam. Po, poshtë kishët. Srezatim dielli në këtë kasolle të varfër. Familja përbëhet nga burri, gruaja, 3 fëmijë, nga të cilët 2 prej tyre janë vajza, ndërsa djali mund të jetë 12 vjeç. Vajza më e madhe është fejuar në Manati. Tani mund të jetë 17 vjeçe. Fëmia më e vogla Sefa, 4 vjeçe, një krijesë shumë e komunikueshme dhe mjaft e zgjuar, e cila mat mimikën e saj, që shpreh shumë zgjuarsi dhe e cila është kaq e ëmbël si tek çdo fëmijë, ditë më tregoi shumë gjëra. Ajo ishte brenda një hangari dhe as që luti nga vendi, derisa ëma i dha lejen të dashurs saj të vogël. Sipas binjes saj, ajo kishte virtyte të rralla. Përballë meje qëndronte Marku i vogël, duke mbajtur lirshëm në dorë mbi pistoletin e vendosur në rrip. Ai qeshte për komentet e motës së tij të vogël, por gjithsesi me energjinë e tij të qetë dhe me një mospërfilli fare të vogël ashtu siç u përket burrave që mbajnë armë. Ka 2 javë që mban një pistolet. Më vonë babai i tij do t'i jap një revolver. Me urdhër të tatit, vajza madhe kishte sjellarra, i kishte vënë përsipër një arkë dhe me një gur i kishte thyrë dhe nxjerr përjashtë thalbët. I kishte hedhur në një pjatë druri dhe mi kishte vënë si meze pranë gotës rakisë. Pastaj qëndroi pas meje gashme për të më sjellë thëngji, nëse doja të ndizet ndonjë cigare. Por Gjokën e njoh prej kohësh, mund të them që tek ai kam shijuar orën e parë të mësimit në gjuhën shqipe, sepse ka qenë nga Tiroli i Jugut. Para shumë vitesh kur isha lektor në Rubik dhe s'di akoma as 50 fjalë shqip, ishte ai me cilin mësova më shumë. I kam shqiptuar për një kohë aq të gjatë ato fjalë shoqëruar me shenja dhe gjese, derisa e mori vesh atë çfarë doja t'i thoja. Kjo kohë ka kaluar dhe unë tani rri pranë tij dhe mund të flas rrjedhshëm për gjëra serioze. Sot do të flasim për të ardhmen e të birit. Unë jam burri pa ditur, tha Përgjoka. Dhe s'di të lexoj as shkruaj dhe nëse deri tani jeta nuk më ka shkuar keq, nuk falenderoj kokën time, por durët e mia. Që i vogël kam mësuar të punoj dhe nëse vdes, mund t'ja trashëgoj Markut suksesin e punës. Në ditët e sotme shumë pak. Ai nuk duhet punoj si jati vetëm me duhur. Ai duhet punoj dhe me kokë. Jam i bindur që pushtimi nga turqit nuk do zgjat shumë. Pastaj do filloj një etapë e re, ku qendrit i aftë do të vlerësohet më shumë se sot. Kam folur me Pater Anastasin. Më ka dhënë të drejtën dhe për një muaj Marku shkon në manastir për të mësuar shkrim dhe këndim. Tani nuk mund të bëj më tepër për të, por me kalimin e kohës shohim e bëjmë. Markut ju desh të sill nga arka fletorin e tij të shkrimit për të ma treguar. Ai ishte krenar kur e lëvdova, por më krenar ishin babai dhe nëna e tij. Me dashamirësi për nënë, hedh syt nga biri i saj, pastaj me shikim falënderues hedh syt nga unë, nga që i kisha lëvduar fëmijën e saj. Ky është kujdesi atror dhe ëmbësor për fëmijën, për ta shkolluar, kështu që mesazhi më i bukur i gjithë kësaj bisede. Pra ju jeni këtu pas gati 120 vitesh për të dhënë një mesazh për prindit. Çfarë do të jetë një prind dhe si do të jetë me fëmijën për ta shkolluar sa më shumë, sepse Shqipëria, jam i bindur dhe unë, nuk do të jetë kjo nesër mas nesër tanë. Absolutisht. Do të jetë Shqipëria tjetër, Shqipëria e këtyre njerëzve, e këtyre trive të ditur. E fjalët e Barkatës qëndrojnë janë të vlefshme edhe sot e kësaj dite. Jetojmë në moshën e internetit, jetojmë në moshën e inteligjencës artificiale, por asnjëra prej këtyre nuk mbijeton pa njeriu, pa qenien humane. Kështu që sa më i ditur ti qenia humane, madje qenia humane sot e ka konkurrencën më të fortë me makinerinë, e ka konkurrencën më të fortë me inteligjencën artificiale për të mbijetuar revolucionin të katërt që e quajmë industrial, teknologjik. Kështu që nëse dia në kohën e Barkatës duhet 10 herë, sot duhet 1000 herë. Kështu që pavarësisht se shpesh herë jeta e shoqëria na vë përballë sfidave shumë të mëdha, pra kjo zvetnimi moral, ky debati mes të drejtës dhe të gabuarës, unë mendoj që në qendër të njerëzimit është individi dhe ka për qenë gjithmonë e përherë paktën në këtë botë të rrenjshme, siç thonë nga veriu. Se pastaj në botën e përtejme nuk e dim çfarë ketë shkruajt Zoti. Okej, është shumë kënaqësi. Po, unë mendoj që ti mërosh fëmijët e sotëm të mos bien pre e kësaj gjendje depresive që po jeton shoqëria shqiptare, ta pranojmë, është një gjendje depresive që po zgjat prej kohësh, e cila ka goditur kryesisht arsimin, por edhe fushat e tjera të jetës. Pra të mos e lëm fëmijët të bien prej këtij depresioni është gjëja e parë që duhet bëjnë gjithë prindët. Me atë që tha profesori, që ju shpjegojmë që pavarësisht se sot i paditurit të drejton, të mëson, të jep mend, i ka të gjitha dhe i dituri shpeshherë ngelet në minorancë, e ardhmja nuk është
e budallëkut, le ta themi, po armja është e menjës, e shkencës, e teknologjisë dhe fëmia përgatitet për të ardhmen. Kjo është puna e parë. Më falë edhe një episod vogël. Këto ditë që u shpadhen fituesit edhe jubile e publikut për të dy, më ba qefi shumë që ishin 2 meritor me medale të artë. Vërtet, në ato publikimet në Facebook mora shumë komente, shumë urime. Aq sa unë ndjeva mirë dhe e shpreha edhe publikisht, jo për ato që më dhurojnë mua, sepse në ato i kisha emocione që më dhuroj vajza me arritet, por për faktin se shoqëria jonë tregon se nuk e ka humbë akoma sensin e të mirës, orientimin ka e mira. E shpresojmë që gjithë ne, sidomos ne që të brezit kaluar që jemi me shkollë dhe pothuajse e kemi kaluar ato njohuri pa i vunë në jetë tamam për arsye të ndryshimit sistemeve për fushë që ishin, ti orientojmë fëmijët tanë që të marrin stafetën për një ndryshim, për një të ardhme tjetër të Shqipërisë. Okej, shumë bukur. Atëherë unë do ta mbyllte pas një prerje shumë të shkurtër, sepse du t'i sjell i kemi këtu edhe 2 fëmijë tuaj. Është kënaqësi ta mbyll me ata. Kënaqësi. Okej? Kënaqësi. Mirë, pas pak. Mirë, u rikthyem këtu në studion në Kuven, edhe tani e kemi plotësuar, është najsilesh, tani kemi vajzën, Eriolën, që folim në para, pjesën e parë, edhe Erlis, që është djali i profesor Tanit. E kënaqësi tani, ne jemi gjenerata vjetër tanë, ato të janë 30. A shumë kënaqësi, jeni kënaqë atje në kryeministri, a ishe në kryeministri, ishe ti? Jo, nuk isha. Astani s'ke qenë? Ja, nuk lejonin asnjë. Nuk e lejo protokolli. Por natyrisht që kënaqësia një prindi është kur pasardhësit e tij bëhen taft saj e më taft saj. Dhe unë profesor Tani e çdo prind mendoj e ndjen këtë kënaqësi, ndoshta nuk arrin ta shpreh sa duhet, por e ndjen në shpirt. Është kënaqësi e madhe. Ashtë thamë edhe nga të vjetërit Gjergj, e ti e di shumë mirë, e Tani, që vetëm fëmijën e donë ma lartë se vetëm. E pranon me kënaqësi të jetë ma lartë se sa ti. Edhe kjo është kënaqësi e madhe. Ndërkohë që Tani e kam thënë se ja u thashë të shprehen, domethënë na bën e krenar pas baba. Pas baba. E bukur shumë ajo, edhe besoj që u bën e krenar në moment që pe djalin atje. Ti nuk je një person që i shpreh emocionet bashkë, unë isha të pa me kujdes. Kishe gjetë një mënyrë elegante për ta shpreh nga brenda domethënë kënaqësinë e prindit për djalin. Unë, pra, ashtu siç e tham edhe për shkak shkollimit, për shkak të shumë gjërave, ne japim shumë prioritet pjesës së edukimit dhe ndarjes me të mirës dhe të keqes, kështu që kemi lobu fort, vetë kemi qenë njerëz që kemi ne në anën e mirë të historisë, e tha Lezhë me shumë drejt, pavarësisht se kemi qenë minorancë ndoshta. Edhe ke fëmijët Gjergj, jam i bindur edhe ti, se unë të njoh prej vitesh. Ju kena ne të fëmijëve me këtë lloj parimi, që zgjidhin anën e mirë të historisë. Nuk ka rëndësi se sa kohë e sa do mundoheni, po që është ana e drejtë. Kështu që unë jam institucional në përgjithësi, ndoshta edhe për shkak të detyrave të punës, të ngarkesës, kështu që unë për vete bile jam përpjek atë ditë të bëj një debat me Erlin që të shkonte të ishte sa më serioz, është protokolli i shtetit, sepse duhet, është një historik, është një gjurmë nëse pasjesë, përfshi dhe këtë emision, sepse këta brezat e ri sot ndoshta nuk e vlerësojnë sa duhet, po gjitha këto janë gjurmë historike. Po mbetet, mas shumë pra, vitesh. Ju lexuat Fabian Barkatën e para 120 vite. Ai ka lënë diçka me shkrim, pra është ndër të parët që ka lënë të parë që ka lënë diçka me shkrim me të cilën ne sot dim se si kanë qenë gjyshrit e gjyshëve ta ndoshta. Kështu që edhe ky mision apo çdo lloj ceremonie dhe prezantimi publik në ka një gjë që e vlerësoj jashtëmase shumë qeverinë e sotme për këtë pjesë, është pjesa e protokollit shtetëror që solli pikërisht për student ekselencë. Ka një, mos jam gabim duke
6-7 vite që është rregulluar protokolli shtetëror, pra që janë rikthyer medaljet e arit, se kanë qenë më përpara, por që janë rikthyer medaljet e arit, sepse është një stimul që u jepet këtyre fëmijëve, pra është ai shembulli, modeli i ekselencës që kështu që ceremonia na boni krenar gjithëve, pastaj pjesa gegnishtës unë kam çik si me nga që jemi të ngrohtë të folurën e përditshmës, edhe një gjë të veçantë. Ky është emisioni i mbylljes vitit, se pastaj do ja ulej. Po dhe Erli është le rrit në Tiranë, po e flet gegnishtën shumë pasur. Dhe ky është si thoshë është emisioni i fundit i këtij viti në kuvend. Por emisioni para ti dhe unë e vendosa sa kam pa të ceremoninë dhe sa pa është ty që vinë nga zonat tona dhe thash emisionin e fundit ta bëjmë me këta. Mirë, po kjo përkëj dhe mi gjatë tjetër, se emisioni i parë ka qenë me Dot Pjetrin, që është me medalje të artë vitin 1972. Inxhinieri. Në 72 ka marrë medalje të artë, dakor, na paraqitit tu medalje të artë. Është poet mos e u gëzoj. Ai ka gjithë, urbanist, poet, arkitekt, hokatar, i ka tona. I shkëlqyer, apo ndi. Dhe doja me bën një lidhje brezash. Edhe faktikisht nëpër media unë do të uroja që mediat kombëtare të gjë të banin. Ja kushtojnë më, të kushtojnë emisionit brezave të ri, këtyre njerëzve të medaljeve të arta. Jo thjesht politik gjithë ditën e lumë, domethënë. Mërzitën njerëzit më radhë. Por për ta mbyllur tani me të dy këta, me mesazhet e tyre, meqense e ke qef gegnishtën, nuk e di Erlis atë ka pëlqyer sot në kanun, domethënë kjo është fjalë e kanunit dikushëm, por në kuvend, ky emisioni që bëmë sot ne, sepse në kuvend mbizotohen fjala Erlis. A folën mirë prim? Folën më mirë se ju? Jo, po ju i qenë më mirë, keni qenë shumë më mirë ju. Keni qenë shumë më mirë. Okej. Si ndihet sot? Si ndihesh dhe çfarë mesazhi ke për këtë vit, në mbyllje të vitit, çfarë mesazhi ke për bashkëmoshatarët tuaj? A ja vlen sakrificat që thush atyre që do të ndjekin? A ja vlen sakrifisa për të bërë një nxënës i mirë dhe për të shkuar pse jo drejt medaljes së artë? Para parë urime për festat. Dhe unë do të thojë që sakrificat për veten gjithmonë e shfaq veten më vonë, është fryti i punës tuaj, kështu që vazhdoni sepse vlerësohet gjithmonë. Faleminderit shumë. Eriola. Ja ka vletë, në kuvend? Patjetër. Do është mirë, me folë në kuvend, sepse i farë mënyre vëm disa kode komunikimi, ka gjithmonë që jetë ajo shprehje biblike e jona, e para fjala, edhe pranej besoj që ju keni qenë tek fjala dhe tek realizimi, sepse fjalë mund të flasish gjithë ditën, por nuk realizosh. Fjala i ka hije ai që realizohet. Fjala u ka hije ju me medalje të artë, ju me bën llogje pazari gjithë ditën e lumë. Kështu që ti, cili është mesazhi jot dhe urimi jot? Vjen mirë dhe faleminderit për ftesën, pasi më vjen mirë që kemi mundësinë të shfaqim dhe diçka tjetër në një kuvend, ndryshe nga çfarë mund shohim ditë të tjera. Jam falenderuese dhe dua t'ju them gjithëve që të vazhdojnë të punojnë me veten e tyre dhe të investojnë veten e tyre, sepse është gjithmonë një kënaqësi e madhe, jo vetëm për medaljen, jo vetëm për arritjet. Në fund, gjithë secili që arrin arritjet, jep më shumë kënaqësi rruga. Prandaj edhe duhet të punojnë me veten. Shumë bukur. Ishte shumë kënaqësi lesh, kanë edhe dy fëmijë tuaj, ishte vërtet nga emisioni që e konsideroj që shija mbitor të këtij viti në 53 emisione që kemi bërë këtu. Dhe është shumë kënaqësi ti kesh edhe ti kem dhe uroj që më vonë, pse jo, Zotit na japi shëndet dhe jetë, pse jo ti kem nesër mas nesër si profesionist e arshëm. Të garantoj që do i kesh. Do i kesh. Do të vinë me shumë kënaqësi biles. Unë të falenderoj për mundësinë që na dhaj. Absolutisht. Shumë faleminderit. Edhe sukses. Edhe unë shpresoj gjithashtu që shumë shpejt po vinë ditët që ta të rinj të tjerë si këta do t'i kesh në emisionet tuaja, që të shembullin e mirë ta transmetojnë nga brezë në brezë. Ne u mundum nga vetja të këta do të transmetojnë të brezë tjetër që e mira të dominojë, se fera mbi në vetë nuk ka nevojë. Shumë faleminderit. Mirë, ky ishte në kuvend, në Akroris TV, emisioni i fundit për këtë vit, edhe unë së bashku me këta që kisha të ftuar të mrekullueshëm sot, do t'ju uroj gjithë për një vit
sa më të mbarë dhe sidomos të trimbe, të bëhen tamam gjenerata e re e Shqipërisë tonë të dashur, e Shqipërisë që duam pa fasadë, e Shqipërisë reale, e Shqipërisë që respekton banorin e vetë, që respekton qytetarin e vetë dhe integrohet me dignitet, me identitetin e vetë në Bashkimin Evropian. Deri emisionin e ardhshëm, nga unë Gjergj Marku, një përshëndetje të gjithëve, mirupafshim.